gjykim, shiko, nuk ka sankcion në gjyqësinë kushtetuese, kërkush nuk shkon burg, as nuk dënohet me gjobë për arsye të mosvotimit, por në kriteret morale, mbizotruese, të cilat Republika Demokratike e Kosovës i posedon, atëherë çdo deputet i cili merr mandat prej 120-ve duhet të qëndrojnë sallë dhe të votojë. Mund mos i pëlqej numri, por nëse nuk e kuptojnë po nëse nuk e kuptojnë politikën, më mirë mos me synu me u bë deputet. Kështu që në këtë rast ne po themi që ne duam të japim vendit president. Dhe emri kush do të jetë? A do të jetë zonja presidentit që është deri në 6 prill e ka ditën e fundit në zyre, duhet 30 ditë përpara deri në 45 me fillu procedura e zgjedhjes. Atëherë nëse dojmë shkojmë zgjedhje, por në zgjedhje në mënyrë glaukonjofcione do t'i sosim ma tej, nëse dojnë ata kësi gjuhe tani, po unë s'po du me fol tani elektoralisht, po se nëse dojnë me u djegë, hala, bëjrëm, këtu jena, pse jo. As nuk i pritojnë abile zgjedhje, paktën kryeministri Kurti, as njëherë nuk i priton zgjedhje. Edim se... Qytetarët pësojnë. Po jo, tash qytetarët, nëse merë një qytetarët, sepse vox populi... sepse një pas zgjedhje të reja, zotë Qëroli i bien hera 5. Mos i mbroni kauzat, kolegë. Dhe ne përballemi me një vit të humbur pikërisht nga partitë politike. Unë nuk po ju them juve personalisht, unë po flas në përgjithësi për klasën. Tashmë me një deputet zgjedhur, po unë po ju them, nëse duan dhe po flas politikisht, si na të fol personalisht këtu. Tash unë po shpjegoj racio politike, po shpjegoj arsye politike. Nëse duan prapë zgjedhje, bëjrom. Urdhani, ne po shkojmë në zgjedhje, por ne s'po duam zgjedhje. As ata s'duan zgjedhje. Ata veç po e rrisin pazarin, shantazhin, qysh ai shantazh dhe ai pazar nuk ju ka funksionu për 8 muaj të vitit 2025. Na pra po themi, duam të japim Kosovës institucione stabile, 28 dhjetori ka tregu që mazhoronca është e konsolidume, e lëvizjes vetëvendosje presidenti duhet me 80 vota, ne nuk i kemi 80 vota. Ne duam që të ulemi në tavolinë dhe të prodhojmë një konsensus. Nëse nuk duan tavolinë e konsensus, atëherë shkojmë zgjedhje. Kaq. Qartë, dhe pikërisht për këtë, sepse e dim për formimin e qeverisë nuk ka nevojë për koalicione, sepse numrat janë. Megjithatë, ka gjasa që të ketë një koalicion për hir të zgjedhjes së presidentit. Nuk përjashtoj në teorinë e gjasave asnjë lloj forme të bashkëpunimit politik. Unë nuk jam edhe për tretën herë për përmendit gjykimin a prioristik, kuptimin që unë nuk jam refuzues për çështje të tilla të dialogut, sepse Kosova është më e madhe se secili prej nesh. Edhe shteti ynë është më e madhe se secili prej nesh. Ne jemi shërbëtor të popullit dhe të Republikës, që jemi zgjedhur me votë të lirë dhe demokratike. Kështu që ne duam të ofrojmë zgjidhje për të dhënë Kosovës institucione stabile të nuk përjashtohet mundësia që për të mos shkuar në një parë zgjedhje të reja, mund të ketë edhe koalicion me qoftë me... Unë nuk po du me prodhu titoj që nuk përjashtohet, por ne për qeveri nuk na vynë koalicione. Po, kjo është e qartë. Por marrëveshje për president mund të ketë, s'po them duhet të ketë, mund të ketë, potencialisht për arsye të mungesës së numrave prej 80-sh. Atëherë mund të ketë deputet të cilët do dhe votojnë për arsye se nuk kanë fleksibilitet, nuk kanë as luks me shku në zgjedhje prapë, sepse partitë opozitare kanë probleme të konsiderueshme brenda llojit. Kanë përçarje të mëdha, nuk janë unik si lëvizja vetëvendosje, dhe nuk kanë karizëm as leadership për ta udhëheqë Kosovën siç ka treguar 28 dhjetori dhe nuk do ta prodhoj as prilli e as shtatori i këtij viti as në kur do që duan zgjedhje. Ne po themi që ata në këtë moment do duhej me fol akull ftoft, me fol me racionalitet politik. Racionaliteti politik duhet të jetë i gjithëpërfshirës dhe të prodhojmë një president i cili mund të jetë konsensual, pse jo? Nuk e përjashtoj mundësinë që mund të ketë një kandidaturë konsensuale, qoftë të zonjës, qoftë të zotërinjve të tjerë, të cilët mund të ofrohen dhe të thuhet që ne duhet t'ja japim. Mos kenë frikë. Nëse ata kanë frikën e qeverisjes së vetëvendosjes, atëherë ne po i themi që ne në zgjedhjet e ardhshme do t'i mundim edhe më thellë. Kaq.
Qartë. Sepse jemi krejt në minutat e fundit të intervistës, me gjithatë edhe një çështje, duke qenë se krejt në fillim e përmendet edhe prezantimin e kabinetit. Kemi parë një listë që është prezentuar më herët, pra atëherë kur edhe zoti Kurti provoi dhe u hodh në votim qeveria Kurti 3, pastaj edhe Konjufsa 1, një listë e njëjtë që u prezantuar në të dy herat. A do të jetë prap lista e njëjtë për ministra